Ministria e Brendshme raportoi në kuvend mbi sigurinë dhe rendin në Shqipëri, ndërsa u diskutua edhe për rritje të buxhetit të kësaj ministrie në vitin 2026. Siguria publike është në rritje të vazhdueshme. Patjetër që ka sfida, por për këto sfida kemi një punë të jashtëzakonshme përpara, së bashku me Policinë e Shtetit, së bashku me strukturat përkatëse për të rritur akoma më tej nivelin e sigurisë publike. Dhe patjetër në këtë drejtim edhe buxheti i vitit 2026 zona mbështesi dhe ne ndoshta do kemi mundësinë që ta sqarojmë pak më vonë se çfarë oportunitetesh jep buxheti 2026 pikërisht për të forcuar punën e përbashkët dhe për të përmirësuar kapacitetet e agjencive tona lisbatuese me qëllim forcimin e mëtejshëm të sigurisë publike. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin për Çështjet e Brendshme, Ministri Albana Koqiu u pyet edhe për urdhrin e ndalimit të qarkullimit të monopatinave elektrike. Në lidhje me monopatinat, në udhëzimin që ju keni nxjerr, theksoni që nuk kemi bazë ligjore për ndalimin e tyre, pavarësisht se keni pasur raportime që kemi të bëjmë me burim aksidentesh. Çështja është, zonja ministër, se këtu keni shkelur një parim të rëndësishëm kushtetues. Pra, njëri që shmang trafikun në Tiranë ose në çdo qytet, që ble një produkt me taksa, madje merr dhe kredi për atë, e përdor konform rregullave dhe ligjeve që janë në fuqi, shkoni dhe ju ja konfiskoni pa ligj, e çoni dhe në një ambient ku sipas njoftimeve dhe videos që ka sjell policia pa kushte, që po shkatrohen atje, dhe thoni që do presim të bëjmë udhëzim ose ligj për përdorimin e tyre. Kjo nuk është një standard të një vendi evropian. Ti ke monopatina sot dhe me 80 km/h që i përdorin fëmijë pa asnjë masë mbrojtëse dhe që qarkullojnë në rrugë në mënyrë të frikshme. Kjo ishte arsyeja e një mase të tillë, ekstreme, të menjëhershme, e cila në fakt nuk erdhi si një masë e shpikur nga vendi ynë, erdhi si një masë e replikuar dhe nga vende fqinj deri te Maqedonia e Veriut. Ministria e Brendshme raportoi në Komisionin Parlamentar të Çështjeve të Brendshme mbi veprimtarinë e institucionit në periudhën 2024-2025, ku prezantoi edhe zërat për ndërhyrje në projekt buxhetin 2026.